Të nderuar shikues të Media 60, unë sot kam kënaqësinë të jem me një avokate. Kënaqësia është e imja. Ende nuk ju kam thënë shikuesve se kush je ti, sepse e kam ruajtur surprizë për ata që të njohin. Avokate doktor Jaldis Kastrati. Do futemi pak te Këshilli i Imunitetit, i cili është anuluar për sa i përket shkarkimit të Ballukut. Si mendon, nga kush po favorizohet? Unë mendoj që kjo është një pjesë konstitucionale, pra në planin juridik, procedurial, gjë e cila ndoshta jemi të pa arritshëm për të parashikuar ndoshta edhe vendimin përfundimtar të kësaj pjese proceduriale. Natyrisht në jurisprudencën shqiptare, ashtu si edhe në botë, ekzistojnë shkallët e katërta, pra siç kemi gjykatën kushtetuese, e cila konfirmon edhe vendimet përkatëse. Por, do të thosha vetëm diçka të vogël, gjë e cila është ndoshta një opinion personal, profesional. Zakonisht po shohim, flas në planin social, ne shqiptarët, nuk jam avokate në këtë moment, jam një qytetare e thjesht. Po shohim që shpesh vendimet e SPAK-ut po përplasen në gjykatën kushtetuese. Unë mendoj që në të këto dy gjykata janë prezent jurist me shumë përvojë profesional, dinjitoz, e tjerë. Por, më vjen keq për diçka. Në qoftë se SPAK-u po përsërit disa herë përplasjet në gjykatën kushtetuese, atëherë do thosha duhet detyrimisht SPAK-u të jetë më i saktë në procedurat e ndjekura dhe më konfirmativ ligjor. Për arsye se po përsëriten disa herë, gjë e cila po na bën të dyshojmë që mos ndoshta për afate ligjore po vrapohet dhe pastaj po përplasemi tek konstitucionalja. Jaldis, unë dua të pyes ty një pyetje që bëhet rëndom, por jam e sigurt për një përgjigje shumë profesionale nga ana juaj. Një pyetje që thot kush pritet të arrestohet. Çfarë mendimi keni ju? Po ju di për nder këtë pyetje. Është një pyetje që është bërë ndoshta monotone, një rutinë. Unë shoh kolegët e mi avokat që dalin çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe japin listat e përkohshme të arrestimeve. Avokati në gjithë botën, nga praktikat që unë kam, për arsye se siç dihet, unë punoj jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, ndoshta edhe jashtë kontinentit, unë nuk kam parë asnjë avokat që merr përsipër arrestimet e atij shteti. Jo. Avokati është avokat. Prokurori, gjykatësi mund të kenë dijeni më të plota. Dhe unë do t'ju bëja një apel kolegëve të mi avokat. Mos merrni përsipër procedura që nuk i ka kodi procedurës penale. Duke qenë se jemi tek kodi penal, është duke u diskutuar shumë. Cilat janë pikat e dobta të tij që do të vuajnë në fund të ditës? Qytetarët? Unë do të thosha që me aq sa jam e azhurnuar me dispozita të reja ose të përpunuara, të azhurnuara të kodit ekzistues, ka shumë vend për të diskutuar. Ndoshta mund të kemi edhe momente referendumi, për arsye se ato prekin ndoshta pjesë të popullsisë që unë do mendoja që sikur ai komision që e ka hartuar, ndoshta ka harruar pjesët e popullsisë, por ka marrë ndoshta i është referuar edhe kodeve të huaja. Natyrisht, çdo shtet ka përfaqësimin e vet social. Për sa i përket punës së SPAK-ut, si do ma përshkruanit ju?
Sot për sot, SPAK-u është ekselenti në procedurat penale. Unë kam fatin e mirë dhe këte e them jo me të dëgjuar. Unë jam pjesë e SPAK-ut, e atashuar pranë SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme rreth 17 vjet. Që në krijimin e parë të gjykatës së krimeve të rënda, me të gjitha çështjet penale që kanë kaluar aty, me bandat, me persona të inkriminuar, etj, dhe po kështu edhe me prokurorinë e krimeve të rënda, që sot është SPAK-u. Kanë një mingarkesë pune, një mingarkesë emocionale, dhe njëkohësisht do bëja një apel përsëri për prokuroritë e rretheve, duke filluar nga Prokuroria e Tiranës, e jurisdiksionit të përgjithshëm, dhe duke vazhduar në Prokurorinë e Shkodrës, të Sarandës, të Vlorës, e tjerë, le të marrin nga përvoja, nga praktikat operative, konstitucionale, pra ato janë penale, por të ndërlidhura edhe me konstitucionalen dhe të respektojnë dispozitat e kodit penal dhe kodit të procedurës penale, ku në këto prokurori ka një mangësi, ka një ekuivok ligjor që sinqerisht mua si profesioniste më cënon shumë. Pse SPAK-u po godet majtas? Këtë nuk mund të themi po godet majtas, sepse unë para rreth 2 viteve isha avokatja që mori pjesë ose që realizoi gjykimin e masës së sigurimit për ish-presidentin Sali Berisha. Ka raste të cilat nuk do t'i referohem konkretisht, sepse nuk na premton as koha dhe as momenti i tanishëm. Por unë do të thosha që SPAK-u diku troket ose ka një ravizim të tillë, por pa harruar ndoshta edhe qeveritë e kaluar. A ka aktualisht çështje në gjykatat ndërkombëtare nga eksponent politik shqiptar? Ka. Pse qesh? Po qesh sepse ato mendojnë se këtu janë diskriminuar nga gjykatat shqiptare dhe vrapojnë sidomos në gjykatën e Strasburgut, sepse në të Hagës, siç dihet, nuk shkojnë këto çështje, por ndalohen vetëm në Strasburg. Natyrisht, unë do të thosha që edhe Strasburgu po shqetësohet me fluksin ton. Biles në bisedat atje me kolegë, gjithmonë më thonë që furnizim i mirë. Furnizim i mirë, në çfarë kuptimi? Po se ne po vrapojmë. Ne avokatët jemi ato iniciatorët, sepse dëshira është e personit, pra e palës ndërgjyqëse, dhe ne pastaj vrapojmë atje. Jaldi, si avokat doktor me shumë eksperiencë në jetën tuaj, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar për sa i përket realitetit dhe situatës në Shqipëri. A ka vërtet diçka që ty të shqetëson për mënyrën se si shkojnë gjërat në vendin tonë? Natyrisht unë pjesë e kësaj qytetarie jam, me të gjitha të mirat dhe vështirësitë e jetesës. Fakti që shumë nga shqiptarët po emigrojnë tregon që këtu nuk lulëzon ajo ideja që ne po jetojmë shumë mirë, siç jetojnë popujt e tjerë. Natyrisht shpresojmë që kur të hyjmë në Europë, kaq sa kemi ngel, mirë do të jetë. Dhe ti mendon se ne do të hyjmë ndonjëherë në Europë? Po, është një politikë që detyrimisht do të na pranojë Europa. Jemi në zemër të Europës dhe është absurditet që të mendohet si nuk kemi hyrë deri më tani. Për arsye se ne kemi fqinjët tanë kanë hyrë.
natyrisht kanë popullsi më të madhe, janë më të avancuar, por edhe ne përfaqësojmë mirë. Si nga ana gjeografike, si nga ana historisë, ndërsa tek politika çalojmë, po çdo shtet e ka këtë çalimin. Zyrtar të lartë të Malit të Zi, sepse ti si një qytetare shkodrane, e njeh mirë kam përshtypjen edhe zonën, u përfshin në një varg dorëheqjesh për shkak të një skandali që plasi aty. Kurse këtu tek ne ka skandale pafund dhe askush nuk dorëhiqet. Unë këtë pjesë natyrisht jam e njohur, sepse marr pjesë shpesh, meqense se jam komshi nga Shkodra me Malin e Zi, marr pjesë në disa gjykime. Natyrisht, dorëheqja ka një impuls të tillë edhe të dinjitetit të atij personi, të atij qeveritari, pastaj është edhe diçka politike e tjerë. Ndërsa këtu tek ne më duket se të gjithë ne zyrtarët mendojmë se kur ulemi në karrigen shtetërore, nuk do lvizim më kurrë, edhe pensionin mundësisht do ta bëjmë aty në atë karrige. Kjo është ndoshta patjetër një koncept që duhet rregullu. Ndërsa për dorëheqjen, unë do të thosha që mingarkesat e spakut janë një fluks i tillë që më vjen keq për ato mingarkesa të kolegëve të mi. Por në qoftë se do të ishte për dorëheqje, kemi AKU-n. Nuk është në organizëm kush e di se qa, por me një vlerë të madhe jetësore, të sigurisë së jetës popullatës. Dhe jemi dëshmitar, unë, ju, të gjithë që na ndjekin, për ushqime të skaduara, për mish të ardhur 20 vjet në për frigoriferat e botës, për domatet që i dëshirojmë të ham, sepse thuhet që kanë fara kancerogjene e tjerë. Qumështi, djathi, produktet në fabrika janë kompozuese. Pra, dekompozuese në kuptimin e keq. Për arsye se ato për ta përgatitur produktin nuk kursejnë popullatën. Atëherë, tek AKU-ja, qa u ba? Asgjë, por njerëzit po vdesin për ditë. Apo jo? Unë do kisha dasht një dënim masiv të këtyre administratave, sepse jemi taksapagues, të këtyre administratave të pandërgjegjshme moralisht në radhë parë, pastaj ligjërisht. Okej, e dashur, cili është një mesazh që do të përcjellje për qytetarët shqiptar? Sikur të rritet pak besimi tek drejtësia, por qytetari shqiptar e ka humbur shumë. E ka humbur shumë që në afatet ligjore, për arsye se një gjykim për të përfunduar shkon mbi 10 vjet, mbi 12 vjet. Flas për gjykimet civile. Ndërsa penalet kanë një çik më shumë ecuri, por gjithsesi mendoj se kanë edhe shumë ndikime. Këto ditë u njohëm edhe me një ngjarje që nuk është dinjitoze për jurisprudencën shqiptare, për 1-2 prokuror. Unë kam punuar në Shkodër 1 dekadë në prokurorinë e Rrethit. Pra, do të thënë që aty kam filluar penaliste, kam mësuar profesionin dhe këtë profesion e dashuroj. Penalen në jurisprudencë e dashuroj. Por nuk i konceptoj këta njerëz që punojnë në organe të tilla të akuzës dhe arrin të kryejnë krime të paimagjinueshme. Këto disa krime janë deklaruar, por
vlojnë edhe të tjera në këto prokurorit e rrethit. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju.